Për fat ka përfunduar pa tragjedi ngjarja tek ish farmacia 10 ku fasada e një pallati ka marrë flak. Jemi në një pikë ku mungojnë certifikimet në këtë drejtim. Unë dua të rikujtoj këtu një ngjarje të shumë vite më parë ku një kull ikonike, Greenfield në Londër, mori flak duke shkaktuar viktima të panumërta. Ishte pikërisht një ndërtesë e tillë e ngjashme me fasadë të veshur ku përbërës është polisteroli dhe ajo shkaktoi viktima. Shkaktoi viktima në Shqipëri, për fat nuk pati viktima edhe për faktin se ka ndodhur gjatë ditës, por edhe sepse lartësia e ndërtesës ishte ulët. Por është e disata, mos harrojmë që ka ndodhur më përpara në Lushnjë. Unë nuk jam ekspert për të përcaktuar llojin e materialeve që përdoren në ndërtim, por tragjedia e Londrës shkaktoi një revolucion të vërtet për sa i përket materialeve të ndërtimit. Duhet thënë që në rastin e veshjes me materiale polisteroli ose të ngjashmeve të tij, zjarri nuk është kollaj i shuajtshëm me ujë. Kërkohen mjete speciale dhe lëndë speciale për ta fikur. Gjithashtu duhet të kemi parasysh që zjarri, djegja e tyre në fillim është i heshtur, i pa vërejtshëm, por pastaj kalon me kalimin e kohës, ai fillon e merr duke prodhuar tym dhe shkaktuar asfiksinë e njerëzve, çka bën që nëse bie natën viktimat të jenë të mëdha sepse nuk kanë mundësi të përmenden. Pra, zjarri i shkaktuar nga polisteroli ose derivatet e tij është shumë i rrezikshëm dhe është vështirë i ndalshëm, për mos me thënë i pamundur. Aq më tepër për zjarfiksit tanë që kanë në përdorim vetëm ujin dhe pastaj janë në gjendje të mirueshme për sa i përket pajisjeve zjarrduruse, maskave, bombulave me oksigjen e tjera. Ndoshta kjo ngjarje e disata në radhë duhet të shërbej si një sinjal alarmi dhe si një paralajmërim që jo çdo gjë e bukur është e përdorshme dhe në drejtim të përdorimit të standardeve dhe të materialeve duhet të vendosen rregulla të forta, të cilat duhet të certifikohen nga institucione shtetërore. Këtu e di që do filloni të buzëqesh në institucione shtetërore, neve s'po certifikojmë do të mishin lere më të tjera, po gjithsesi kjo është një rrugë që duhet ta ndjekim. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.